Sipas Kur'anit, Krishti apo Jezusi apo Isa a.s. është kryqëzu? Jo. Çka thot Allahu Azza wa Jall? Ata as nuk e gozhduan, apo as nuk e mbytën, as nuk e gozhduan. Mirë po ju përngjau atyre. Çka i bjerë kjo ju përngjau? Ke dikush tjetër që ja përngjan Isa a.s. Jezusit. Por Allah subhanahu wa taala e ngriti lart. U ngriti Isa a.s. Kushdo që thot vllaznin kundërshtim me fjalën e Allahut Azza wa Jall një gjë, ky person ç'a është? A dikush e thot që Isa a.s. është kryqëzu? Imran Husejni. Pe dini kush është Imran Husejni? Që ky ka thonë që Isa a.s. është kryqëzu. E që Imran Husejnin, që Allah i madhrishe me mori shpirtin e Isait kur ai ishte ende në kryq, pse ende në kryq. Ishte në kryq, domethënë Isa a.s. Automatikisht ti jeturon kundërshtim ajetin kuranor. Ti me këtë gjë ke bë kufër të madh. E ç't sheh Allame, ç't imam Allame, po doni me na pru ju në trojet tona, ç't Allame po doni me na pru, dhe kur na flasim kundër devimeve të këtij, qohon disa të Shqipnis e mbrojnë, i cili thotë që duhet me bë aleancë me Rusin, duhet me bë aleancë me Iranin, edhe ti po menon që na s'kem me fol, apo? Çto devime mi pas një prej devimeve. Edhe po menon që na s'kem me fol, apo? S'kem me fol kundër shiizmit. E pastaj kur na flasim kundër shiizmit, që ky person e mbron shiizmin dhe i godet sunizmin, që vetit i thotë unë jam sunni, realisht ky e mbron shiizmin, e ti po mendon që na nuk do të flasim, apo? E pastaj kur flasim kundër shiizmit, çka na thot i tilli? Thot ju pe mbroni politikën Arabi Saudite. Mërë shiizmi u konë para Arabi Saudite, kërkun su konë Arabia Saudite si shtet. Na kem dietar neve na kanë fol para se mbreti Selman sot më konë. Se s'po më intereson më prisat. Para se më konë që ky mbret sot, apo para se më konë Arabia Saudite, na apo ulemat ton kanë fol për shiizmin. Ço më intereson mu Arabia Saudite apo Egjipte apo Emiratet apo Jordania apo Arab në përgjithësi. Jo, nesër sikur dhe Arabia Saudite mu çu me bëni politik që mu bashku me shijat apo ku e diune, çish kemi fol na për shijat, prap kemi me vazhdu me fol. Se kemi bindje. S'ka të bëj kjo me çështjen e botës arabe. Tjetri qotë dhe thot, mos hini unë këtë çështje, kjo është çështje mes arabëve dhe persëve, kjo është çështje nacionaliste. Na, pse me hin këtë çështje nacionaliste? Jo, kjo është din. Kjo është din. Se Aishës po t'i thot zinaçare. Kjo është din. Kur'anit po t'i thot është i mangët ky Kur'an. Problemi është që ti në emër të Islamit e bën atë aleancën me shijat. Dhe çto rreziku i madh. Pastaj ti si Imran Husejn, mu çu me bë aleancë, mu çu me bë analiza, edhe me thon ky është analist. Okej, jemi në rregull jemi. Ama më janë vesh Islamit jo ka dal, se ka xhallar që flasin. Ka xhallar që flasin dhe nuk lën ty mi parap devimet nëpër trojet tona. Gjithaj davet është bo në Kosovë në trojet tona, me ulemat, ti po qosh tash, po na bish neve prej dreqit mallkum, po do me na pru këtu. Ato, apo? E mi përhapa të devimit e ti, jo, ka dal se s'është çështot. Ti përhapish, mirë po dhe na kemi me fol. Alhamdulillah, goj kemi, çush keni ju goj kemi edhe na, edhe do të flasim. Me gjitha shpifjet që i bën, po na flasim. Me lehtë Allahut subhanahu wa taala.